pse dreqin mos e shohim kështu? Mund duket e egzageruar kjo. Mua gjëja e parë që më shkon në mendje Flogert, se janë Marsit, gjëja e parë që më shkon në mendje, sa pash lajmin e fshekzjarëve, ja le të tregoj tani, sa pash imazhe e fshekzjarëve nga burgu i Durrësit, nga paraburgimi atje, direkt, ja, shifini imazhet bashkë me mua, ti ndjekin të gjithë bashkë, Ledio i ka gati. Ledio plasi që i fshekzjarët, plasi pak. Plasi, ja. Sa pash to, nuk e di pse, po sa pash se të dëgjova të zhvun, pash të fshekzjarëve kështu. Hop, e pash e imagjinova, thash, Velia kryeministër, erdhi, po vjen, thash, kjo është shenja që po vjen. Pra nuk është gjë e vogël, do thoni ju dakord, paraburgim, në Durrës, po. Shife sa janë shumë. Pra ka një gëzim në... Asi diskutohet. Marsit po fillojnë nga ty. E di pse çane? Pra, të mos kujtojmë prapë si e fitoi betejën gjykata kushtetuese. E keni ta bënë kushtet pro kundër pa ato gjëra. Tjetër më të bukur. Ta fillojmë nga fundi. Fatos Nano ndroi jetë në një ditë që pak a shumë le të themi u shpall vendimi i gjykatës kushtetuese. Po, 31. Fatos Nano duhet të bënte 4 vite burg që të dilte kryeministër dhe të merrte Partinë Socialiste. Pra si thot një miku jot i vjetër, që s'po ja përmend emrin. Po. Duhet prit. Ja ta thot vllai jot se kam qef atë. Si thot një avokat mik i vjetër i Marsidit, që tani nuk besoj se e kam. Edhe yti. Po dikur, se tani ka rrjedhur. Dhe s'ka faj, se mosha bën vetëm. Nuk ka rrjedhur. Ka thënë jo, bëj shaka më. Që ka rrjedhur shumë, por çon si ka. Tani dëgjoj, siç ka thënë ai, e thot bukur atë. Dhe ai se ka të vetëm, pare se u ka marrë. Dakshën si ka, dita vjelli e bën bukur, thot në përgjithësi ka dhe raste të veçanta, por në përgjithësi thot për të kapur, për të bërë udhëheqësi një shteti, qoftë kryeminist, qoftë president, qoftë mbret, qoftë nuk e se çfarë, perandor, është e pamundur thot që të harish atje pa një vepër penale të hapur, pa një çështje penale të hapur. Pra, çështjet penale në përgjithësi që duken kaq keqia në momentin që ndodhi, në fakt janë plag që luftëtari i merr dhe ato e bëjnë më të fortë. Janë shenjat e trimërisë, pak a shumë si tek luanët, shenjat në fytyrë. Bravo. Për shkak të ndeshjeve me luan tjetër që kush do të dominoj tufën e luanit. Pra, ajo që më vret më bën më të fortë apo jo? Asi diskutohet. Dhe Erion Velia sapo bëri shenjën e tij të parë. Bravo. Si Nano sapo bëri shenjën. Pra, Velia, ai është hapur rruga për kryeministër apo jo? Marsit Gupi më jep absolutisht po çani sepse me një gur ka vrarë 2 zogj. Pra, me këtë vendim vrau edhe dekretin e presidentit, edhe vendimin e kërkesën e Këshillit të Ministrave ndaj Këshillit Bashkiak. Kjo e riktheu në lojën në fushën politike, Veliajn, dhe mendoj që realisht sot është i vetmi eksponent, nëse do ditë bëj aleancat e dura, sepse dalja nga burgu ka dhe nevojë për aleanca. Për shembull Fatos Nano. Pse nuk ka dalë nga burgu akoma? Po ranzori dhe nga burgu. Ja, ai e merr, jo, po se thuash ai iku të tash. Elaboroj në tarmën pra. Elaboroj, po projektohet. Do ta themi. Duket çudi, për shembull Fatos Nano ka përfituar për shkak të një amnistie në atë kohë. Një nga arsyet që... Vetëm se kujdes, Tos Nano realisht nuk ka fare lidhje me paraburgimin Tos Nano, nuk ka fare lidhje me burgimin e Erion Velisë. Po themi... Tos Nano nuk i vërtetua asgjë gjë penale. Sakrifica që duhet të bëj dikush, Partia Socialiste është partia e sakrificës. Edi Rama ka sakrifikuar në ekzil, për shembull. Edhe ai ka për sakrificat më. Edhe ajo është sakrificat më. Është detyruar dalin në UDO që të fitoj vizibilitetin. Atë edhe Rafën në ato. Po normale me leva që ngri... Ajo është shenja e Ramës. Edhe ekzili. Jo, ekzili jo, nuk e zuron njëri. Po, ekzili po, se pas asa iku jashtë. Pra për një trahur duhet ta mbajmë 20 vjet kryeministër. Tani, Velia, sipas mendimit tënd, del nga burgu, pavarësisht se s'ka lidhje fare fakti penal, akuza që ai ka me sa i përket asaj procedurës që ai fitoi. Por gjykata kushtetuese na tha një gjë shumë thjeshtë, që është krejt normale që ti zotrik e bën një gabim që e ke shkarkuar këtë tjetrin. Gjykata kushtetuese nuk tha që ky është i pafajshëm. Tani ne po themi jo vetëm që është i pafajshëm, po ky ka dhe PS në dorë, do kthehet kryetar bashkie, do kthehet dhe kryeministër. Ajo që thoshte Çani pak më herët, Lana, kjo Lana këtu, është e Veliajt. Të gjitha derdhen në Lan. Jo, nuk është e Veliajt ajo. Ajo është e të gjithëve. Edhe merit e Velia. Ajo është e të gjithëve. Është Edi Ramës, është Lulzim Basha. Okej, dakord. Ajo është e të gjithëve. Ta përfundoj logjikën. Qyteti s'është vetëm i... Bulevardi i ri ku nuk e hapjen veri 2 orë trafik në Tiranë, dhe e them gjithmonë këtë çështjen e trafikut. E gjithë Kosova, Lezhë, Laçi, Shkodra, të gjitha të Thuman Kashar, Lushnjë, Durrës, Rogozhin, Kavajt, gjitha Tiranë Durrës. E kupton që do bëhet vitin tjetër në Tiranë?
Vitin tjetër në Tiranë do bëhet mizeri, nuk do hysh dot në Pse tani Tiranë. nuk është? Po pra po do të bëhet më keq. O e keni pa rrugën nga Saugu, Shumë më keq. Nga Barezat Dëshmorëve që zbret poshteve te filologjiku? Po, bllokohet. Keni pa që është bllokuar. Po e dini arsyen pse? Jo. E dini arsyen pse mo? Kushtohet karburant. E dini arsyen pse jo mo? Edhe zakonisht vetëm ajo që vjen andej për të futur Tiranë, se kjo që ikën më lart, Si më ndrysh? jo është më ndryshe ecën ajo. Lëviz po. Kjo që futesh Tiranë kur jetë të Saugut e rrethollimi shëmtuar që kanë bërë murat, a? Po. Jo, dini që është i vetmi rrethullim në botë, se është bërë studim, që është me mur, që nuk shikon dot pjesën tjetër të rrugës, nuk ndodh në asnjë vend. Art. Është vepra e këtij. Dgjoj. Art. Po nuk është e Velis, kjo është vepra e atij tjetrit. Dakor pra. Tani andej, e dini ju sepse bëhet trafiku që zbret? Që ke pallati brigadave Majtas? Po pra që do 2 orë. Po arsyen e dini, ju ka patur një mendje? Rrethi poshtë rrecik. Po rrethi, dakor, po pse? Se kalojnë studentët, kalojnë vjet e bardha. Po ku ti çoj studentët ai? Po mi nuk mund të bëhet një mbikallim aty? Mikalim. Po se bën dot, Po se fal, ka vjedhur barat. ti e ke te liçeni o burr. Pra, Përgjithande mo. Nga rotonda e liçenit deri te kopshti zoologjik me 3-4 mbikalime nuk ka më trafik. po pse nuk bëhen pra? Pra ky i cili Se nuk i do e ka trafi. Se nuk bën, siç nuk hiqet ai koshi atje te ajo që është shëndetësore. Nuk do trapi ti bëj, po le të rrim mirë këtu. Po hajde. Jo, ti thua Velia nuk i hapet rruga për kryeministër, pastaj fitore. I është hapur rruga për 25 vjet. Futi fishek zjarrit pas herët jo. Veliajt I është hap rruga thua ti për 25 vjet. vjet. Rruga për 25 vjet. Burg. Po. Në qoftë se ai nuk për 25 vjet burg, për t'ju hapur rruga për të dalë nga burgu, le të thotë se çfarë ka bërë me Ramën. Kur shkojnë kushtetuese tha si ka mundësi që në një ditë ta merren 8 vendime me një herë. Le të thotë Veliaj, si ka mundësi që firmosen fap inceneratorët njëri pas tjetrit. Na e tregoj pra, sepse ka marrë kompetencat e Këshillit Bashkiak, kryebashkiaku, që është institucion tjetër Këshilli Bashkiak, dhe ka dhënë lekët për inceneratorin. Na e thotë se kush i tha. Na e thotë se kush i tha të shëmte teatrin. Pra, ky i kulturuari që bënte debate me kryeministrin, çfarë ngjyre do të kishin lulet në Rinas. Pra, kemi pasur mosmarrveshje, thoshte me Ramën. Ky, tani, shëmbi dhe teatrin kombëtar. Mbyllet galeria, mbyllet muzeu, mbyllen gjitha, dhe ne jemi populli i cili do rrim në për kafe, se ku do rrim? Sepse detyrimisht që këto 2 artistët më të mëdhenj që ka parë Tirana, këto të 2 të përbotshëm që vdesim ne, që të flasim për artin, psikanaliza, se që shkruan të njëri kishte bërë një libër për Ramën për pikturën e kryeministrit. E kupton tani? Dhe ky pikrisht ky nuk e do artin dhe kulturën e këtij vendi. Faleminderit Sebastian. Flogerti, është hap rruga Erion Velia për kryeministër pas saj që ndodhi, pas sa ngjarje juridike, po themi që më shumë ishte ngjarje politike se juridike. Jo, e para herë ajo pamja aty është shëmtuar shumë. Pse? Që nuk i shërben Veliajt fare. Cila pamje? Ajo me ato fishek zjarrit. Pse është e shëmtuar? Është, domethënë, në qoftë se Veliaj e ka aprovuar atë, taktikisht në kuptimin e komunikimit dhe është gabim për mua. Po unë nuk do e këshilloja. Po ç'a së pëlqen te kjo video, së pëlqen Nuk më pëlqen vetë gjesti, pra gjest triumfalist. Ndërkohë që po ta këshilloja unë Velien, që dukshëm nuk e këshilloj, do i thoja që t'ishte sa më i përunjur dhe sa më modest. Është një fitore e vogël në betejën e madhe që ai ka përballë. Ai ka një betejë të madhe penale. I është hap rruga për kryeministër? Dgjoj, rruga për kryeministër e Erion Veliajt dhe të ngjashmëve të tij, jo vetëm në Shqipëri, po kudo që asnjëherë nuk mbyllet. Vetëm në qoftë se mbyllja e tij prapahekurave ose e tyre prapahekurave është aq e gjatë sa nuk i mjafton më jeta biologjike. Pra ne kemi raste në botë që të dënuar dhe mandej të si quhet marrësit pasi mbaron burgun. Gjë e gjykuar. Jo, po masi mbaron burgun quhesh i rehabilituar. Po. Mbaron dënimi penal. Po, dënimi penal, janë rikthyer dhe janë në poste të larta. Madje më fal, vetëm se mund të vetëm argument, qëllimi i dënimit penal nuk është përjashtimi një individi nga shoqëria. Është rehabilitimi i tij. Se shikojmë kështu kriminalit ai. Ne kemi, po pra. Është qëllimi i rehabilitimit, se ne shikojmë ashtu marrësit dhe këtu kam një jo polemik, se s'është polemik, unë bie dakord që ka probleme, po kam një lloj papajtueshmërie me Sebin në argument, për shkak jo të mlefit, po për shkak të diskurit publik që ne kemi kulturën akoma të asaj kohës që se kemi jetuar të paktën në 3, Çani e ka jetuar, të gjyqeve popullore.
Pra, në qoftë se nesër Sebastiani, Pra, hajde lirojmë edhe Lul Berishën nga burgu dhe e çojmë Bashkitë Durrësit se punonte në Bashkitë Durrësit. Pra, kjo është logjika tani. Flasim për... Pra, po tani se kështu i bie, se kishte shkruajtur Lolita me drejt këtë lloj gjëje, tani se kishte shkruajtur në portalin e vet. Ja, me që e ka shkruajtur Lolita, po... Lolita kishte shkruajtur një gjë shumë të bukur. Hajde ta lirojmë edhe Lul Berishën. Tani ka folur autoritet. Sepse ta çonim... Jo, pra, e kishte shkruar... Po e ka shkruar Lolita, mbaroi pra... E kishte shkruar shumë bukur. Por e ka qap... Tani, ty nuk të pëlqen ta kritikosh qeverinë socialiste. S'të pëlqen ata. Ti jep votën, e ndihmon, është punë për ty. Por unë kam të drejtë ta kritikoj. Unë jetoj në Tiranë. Unë jetoj në Tiranë. Po isha duke folur unë, po të mbaroja i mirë. A më the Sebastiani. A më the Sebastiani. A më the Sebastiani. Më the Sebastiani. Po pra më the Sebastiani, nuk jam dakord. Gjyq popullor. Ku e sheh gjyqin popullor? Po ku e sheh gjyqin popullor? Çfarë bloger, por Lolita është e talentuar, ka ca statusa shumë bukura, lehet. Ku e sheh gjyqin popullor? Çfarë gjyqi popullor? Tani nuk do shpreh mendimet tona. Pra, unë jetoj në Zambia, ty jeton në Tiranë. Dhe zgjidhja e Tiranës së Shkoshat janë shumë afër me infermierin. O zotëri i nderuar, këto koshat hiqen që nesër shkojnë diku tjetër. Tani Tirana ka 4-5 orë trafik në ditë. Tirana ka të gjithë ujrat e zeza i marrin dhe i hedhin lanë. Tirana ka intensitetin e ndërtimeve në përlagje, e ka të degeneruar, sepse ti ndërton një pallat 15 kate, dhe ky tjetri nuk ndërton do të shtëpinë 2 kaçe, se ja more ti intensitetin me firmë bashkie. Po kur u bën këto lloj gjërash? Tirana i merret dhe i shpronsohet këtij shtëpia, i merret. Kjo e ka shtëpinë, e ka punu gjithë jetën për këtë shtëpi, dhe i thonë do t'jap 15 milion lek. Do të të çojë në Shkozi, thot. Kush e bën këtë? Unë e bëj me firmën time? Jo, problemi është ka 2 kosha që janë afër diku, të cilët po t'i shtym dhe t'i çojmë pak më andej, zgjidhet dhe gjithë situata. Në komunën e Parisit, te kodra e komunës Parisit, në Selit, zgjidhet. Në Selita e di shumë mirë, nuk ka parkingje. S'ka parkingje, nuk ka nënkalime, nuk ka mbikalime. Pra, jo, zgjidhet. 2 kosha, po t'i shtym pak më andej, zgjidhet dhe gjithë situata. Le, tani mos na trego këto lloj gjëra. Zotrin, Sebastian Zonja, siç nuk e keni parkur. Tani mundem? Tani e ka Flogerti, po. Sebastiani në fakt vetëm këtu është ana tjetër e Sebastianit. Se gjithë dynja kur e shef se mësinë lajm është i qetë. Tani këtu, Dexter. Aty është Dexter. Këtu nuk është Dexter, këtu e nxjerr fytyrën, po. Ky vend ka nevojë për dy gjëra. Për arena dhe agora si kjo, që njerëzit të shfryjnë. Patjetër. Dhe për shtëpi publike, nuk kanë gjë kundër shfryjes, edhe ti pas edhe shfryn këtu kur të kap ndonjëra ajo. Tash me përjashtim. Në rregull, dakor. Jepi. Hoxha vetëm nga loja? Jo, jepi. Ky vend ka nevojë për shtëpi publike edhe për arena ku njerëzit shfryjnë. Kjo është gjë e mirë, bën shumë mirë. Jam i lumtur që t'jap mundësinë që të çlirohesh. Edhe të dukem si Erion Velie ndoshta, si Edi Rama në herë, si kushdo që ti nuk do t'ja shohësh surratin, do ta shohësh në 7-9. Unë do bëja çmos dhe do shfryja mbi këdo që do tentonte të cënonte ty për shembull. Që e bëjnë shumë maskare. Dhe unë si lejoj kurdo që jam dhe jo kur jam para kamerës. Tani kalo për ti gjithë personale se nuk është personale. Për te, po pra po. Kjo pra është pra. Nuk është personale dhe unë thash nuk pajtohem me argumentin e Sebastian. Sebastian, çoj pa karikën se mundesh. Kur unë i thash që nuk pajtohem me argumentin e Sebastian, Sebastiani më tha mua ti voton këtë, ti bën atë e kështu me radhë. Tani, jepi argumentet kundër pra. Tani unë po them, po ti personale, pastaj janë. Prit, po sepse ti fole vetëm personal. Po dakord pra. Jo, ai mori argumentat e tua, argumentat. Që ky qytet ka edhe më shumë se ato që thua ti. Këtë i di dhe Lopa. I dim të gjithë. I dim gjithë. Ai dhe argumenta se Velia nuk japet rruga. Një sekond, që unë nuk thash që Selita ka parkingje, ka Tirana nuk ka trafik. Tha vetëm që nuk vjen nga fekale. Unë thash vetëm një segment të asaj që fola me çan. Që unë ta çoj te vendin e Selit. Pra, të gjitha këto që thua ti. Duke i thënë si kundër argumenta ndaj meje, kur unë nuk i thash si argument të kundërtën, janë tentativa, ose nuk janë tentativa ndaj meje. Kot merresh kaq shumë që... Po janë thjesht ta thash.
nevojat e tua që unë me kënaqësi të hap derën që ti bësh. Tani, argumenti është ky. Tani këtë nuk e kuptoj. Argumenti s'ka nevojë ta kuptosh për burrin dhe s'ka nevojë ta. Ore, me këtë ai tani në një farë mënyre, si njëri komunikimit që është, do të relativizoj, pra gjithë të tënden do ta quaj thjesht si një mlef. Po kupton, pra i na shkalon të gjitha dhe është një mlef. Fal, jo, ka gjë. Që s'ka shpifike, nuk është një gjë e mirë, është gjë e keqe. Problemet e këtij qyteti, Çan, i dim gjithë dhe i dënojmë gjithë. Më thuaj di mua, kur të kam thënë unë ty, për shembull, që Tirana është një vend fantastik, nuk pash njëherë një trafik. Tirana është një çmenduri kolektive që nga rrugët, që nga kursjet e bicikletave, që nga shoferët që jemi hajvan komplet, te ato bicikletave që ecin si çfarë të them? Kemi transport publik, sot pash policin që kishte dalë sepse ishte bllokuar kursjet e autobusave, që ngrinin makina, autobusët me shofera që janë pianec, që bëjnë aksidente. Po i di më gjithë. Tirana është po interesante vetëm kundërtën ty. Tirana interesante vetëm të mua sikur Tirana qyteti është interesante vetëm të shtunë të dielën. Edhe tani jo, në verë ndoshta. Dhe verë tani, të shtunë të dielën, jo. Edhe në edhe në dimër. Të merë burr plot trafikut. Po jo, pra tani një sekond. E di pse? Se zvin gojimat nga rrethet. E mirë. Janë gjithë gojimat e rretheve që kapin Tiranën tani shumë shpejt, të që janë për shumë nga se vinë tani, mund të vish në Tiranë çdo ditë, vjen nga Fieri për një orë, apo je dakord me mua? Po. Po pra, gjithë zonat, gjithë gojimat rreth rrotull që nuk janë pak, janë shumë. Pyetën sa shumë janë. Megjithëse është vend sa Gaza, është 2 milion njerëz. Nuk kupton? Nuk mbarojnë më pyetën. Tani për të shkuar në argument që të mos marr. Një sekond. Të shtunë dielën është që të interesant. Të hënën vlla, të hënën futëm do një skut dhe mos dil. Dgjoj. Emisionet i erdhi fundi, po para ta them dhe fjali për argument. Se o zgjatë shumë te kjo, po zgjatë shumë. Duhet ta relativizoj sa më edhe ti, po pra, po argumenti është ky. Mbyllë se dgjoj, se duhet ta mbyll se është ka muhabet. Pra, për te argumenteve hormonale. Thelbi është ky. Kushdo qoftë ai që është në krye të Bashkisë Tiranës, kushdo qoftë ai, sot është Velia, nesër mund të jetë Sebastian. Duhet kemi parasysh diçka, që nuk mund që një deputet që është në listë të mbyllur të ketë imunitet, dhe një kryetar bashkie që është i zgjedhur nominalisht të jetë pa pikën e imunitetit, sepse nesër i teket Flogertit, që ka shok Sebastianin që është prokuror, që Kajnat Çani, takpusja ti ti thua duhet të kenë imunitet dhe të zgjedhur zgjedhjes lokale. Problemin e vërtet nuk e ka nisur akoma rrugën e zgjedhjes problemit vërtet, që është problemi penal. Në qoftë se Erion Veliaj arrin t'ja dalë në dritë. I hapet rruga. Por kjo është një shenjë, që ujrat kanë lëvizur. Dhe lobët e Erion Veliajt nuk janë aq pafuqishme siç ne kemi perceptuar. Mirë, tani për ta mbyllur, shikoni Ledio e ka atje statusin që ka bërë Ramsi IV, sultani i sultanatit të Shqipërisë, ka bërë të bosi gjithë bosave. Bosi gjithë bosave, padrino gjithë padrinove, dakord? Po i kishte frikë sot vendem në Bruksel, çudi e madhe, na mbeti mister kjo punë. Ledio, mos e lexoj të lexoj unë se e kam këtu. Shikoj çik, ku është? Te zëlloja, prit. Shiko që a thot Ramsi në status, bla. Ku është, mëlla? Yta. Ja ku është. Ja që dhe njeru provua, shkua Ramsi sot në statusin e ti, ja që dhe njeru provua se nuk i pas kam kapur unë të tëra pushtetet, dhe kjo është një gjë sa i qartë, a që dhe e mirë, apo jo. Nëse Tirana nuk do ketë zgjedhje deri 2027, kushtetusja mendon se kryebashkiaku i burgosur i Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë disproporcioni i mbajtjes tij në qeli nuk është më thjesht në dëm të lirive të drejtave kushtetuese të personit, por dhe në dëm të drejtave kushtetuese të popullit të qytetit, për të shërbyer nga i zgjedhuri i vet apo jo. Çdo njeri normal që nuk shet të qëndrimi kushtetues, një qëndrim të verbër kundër qeverisë në dëm të madh të Tiranës, po një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka si të mos presë që me të njëjtën parimësi kur gjykoj para burgimin e tij, kushtetuesja ta kthejë boç fjalit të gjata të tmeshme kamor, çat tmerri është ky mor. Kushtetuesja ta kthejë Revelin detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lira apo jo, pika 1 dhe 2 janë të sigurta, pika 3 mbetet për tu parë, ndërkohë të urojmë se kushdo ka më shumë dorë të zgjidhë gërzi këtë ngërçi absolut krijojë diare, hapu, dhe hapu. Ore dëgjoj, ore ti, ore masit. Me këtë që shkruan ky vlla. Po.
tenton, mëton Gjasmet të na tregoj që në fakt ky është gati që Velia të kthehet në punë apo jo. Pse e mbani në burg thotë? Edhe këtu gjua përdoret për të fshehur të vërtetën? Pra po na gënjen apo e ka seriozisht sepse jo, mund të ketë seriozim dhe mund të gjitha kjo një lojë, për shembull, po të flas me njerëzit që ose atë që ke më shumë frikë thuaje. Bravo. Për treguar që nuk i druhesh. Ose kjo, I duhet Dalis Veliajt, ore nxirreni pse se nxirrni. Dare, ai nuk i ndruhet as kujt, mos ai shkel me këmbë gjithë pra të punë, ka aq fuqi po më. Shkarkon ky, sepse ky ka mundësi që ta shkarkoj prap. Ti gjej një shkelje të rënd, shkoj ti hapi inceneratorët, shkoj ti gjej teatrin. Që është vetë. Dhe ky thot tani me që ju thatë si gjykatë kushtetuese që unë kam bërë gabim, tani nxjerrin nga burgu. Jo, e nxjerr gjykata e posaçme nga burgu. Ky zakonisht gështënjat i hame duart e tjerë. Tani ky le të krijojë një task force, le të marrë Këshillin Bashkiak dhe le të thot ti zoti Veliaj, ke bërë shkelje në 6600 ngjarje. Te intensiteti, tek ndërtimet, tek lejet, tek lana, tek kjo, te inceneratorë. A i thot që ishte vendim politik i gjykatës, që shfardo që të shoj, sërish nuk bëjen favorin tim. Pra, kryeministri... Ramsi është Erion Veliaj, realisht, Ramsi, çfarë dëshiron këto? Është ironik aty ai. A i thot, po me që qenë këni këshu, nxirreni pra. Është ironik ai. Ai është kundër Veliajt, po patjetër. Është kundër apo mos do vërtet që ky të dali më burr? Pse se lini thot më? Por donte të dali Erion Veliaj, bënte gjëra tjera, nuk kishte pse i thoshte po të heq dhe këtë të vetmën spalet që kishte, kryetarin e bashkisë. Si që nga kjo? Por edhe logjik, se ne ndonjëherë mendoj se e mbivlerësojmë. Duhet kuptojmë edhe një gjë shumë thjesht. Ky thjesht ka thënë, ore, tani unë kalun 7 muaj, ky s'ka ardhur, punë hiqeni. I kanë thënë ato, ore, nuk bëhet, i kanë thënë, se dëgjoj se ka procedura. Bëheni, e dua. Ore, nuk bëhet se ka procedura. Nuk e njeh vëlla, nuk e di procedurë, nuk i njeh gjërat. Thot me që kushtetuesja thot e liron nga punë. Unë gjë nuk kuptoj. Nuk e liron. Për çfarë drejtini duhet të sekuat ky njeri vëlla? Mund të më thuash me këtë pushtet që kam vëlla, o Marsit, më thuaj ti ta mbyll. Pa legjitimitet. Çfarë i duhet Ramsit? Shiko, Ramsi sot ka 83 deputet vëlla. Nuk ka asnjë rrezik absolutisht, të paktën vërdall në xhiro në ajër, shohim gjë. Pritej një sekond. Nga ja 8 vjet që thoni ka ardhur tani e ka keq punën. Vend 2040 ashtu do thonë. Ke parë tani se do vijë amerikanë. Ç'a nevojë, çka këtë nevojë që patjetër të istikohet pra. Që dhe për sy e faqe. Për çfarë e bën valla? Për çfarë duhet kjo vello hipokrizie? Se ky do mund mos fliste fare për të punë. Për çfarë duhet të flasi? A ma shpjegon ti? Pa ato 83, pa ato. Ishte humbja e parë pas 12 vitesh. Pa ato. Edi Rama ka 12 vjet që nuk humbet asnjë gjyq, asnjë palëzgjedhje, absolutisht asgjë. Jo, s'është e para se edhe Olta Gjashëm ja rrëzuan, më ke gabim. Ja rrëzuan, po çfarë fleto? Çfarë ndryshon? E mbrojti ky. Çfarë ndryshon? E mbrojti. Fitoi ky pra në fund. Fitoi ky në fund, pra nuk e lëshoj. Po pra. Ndërsa këtu është i vetmi rast kur ky ka humbur vëlla. Pa ato 83 vota. E para është Marta Kosi nuk do shkruante ashtu, sepse do ishin janë shumë lek 83 vota, janë shumë pushtet dhe Flogerti nuk do fliste kështu. Pra janë të dyja brenda së njëjtës gjë. Dhe eventualisht dhe ti nuk do shfryesh kështu. Sigurisht. Edhe unë nuk do kisha ta ka bërë dhe ty nderin. Marsit, filozofi e mbyll, ç'nevojë ka sultani, mbreti, Ramsi IV, Ramsesi, Shënsika, që të sikohet. Ma thua dot me 3 fjalë se s'kemi kohë do ta mbyllim. Shiko Çani, është më egzaltuese dhe më eksituese për pushtetin mendor që të bësh sikur ose të luash. Është egzaltuese. Është egzaltuese. Pra, pavarësisht se ti e vret, është më e bukur kur ti shkon dhe i qanë. Edhe tallesh, kur ata se kuptojnë që i tje i që i ke vrarë. Bje fjalla, një ratë. Ramsi e bën gjithmonë. Ramsi ka qef. Ramsi, po, e bën gjithmonë. Jo ka qef, historikisht ata ka bën. Ose dytë, pavarësisht se pushteti shtohet, bëj sikur tashmë erdhi momenti që do rrëzohet. Ja, shikoni që unë sikonolloj të gjitha. Shikoni gjë, ditë mia po marrin fund, armiqtë e mi po. Nuk ka qenë mbrapa vendimit, shikoni që ta bëna si kanë votuar. Prit pak. Shikoni që pak ta bëna si kanë votuar. 3 kanë votuar që Erion Veliaj, pra, për shkarkimin e Erion Velis, për shkarkimin dhe 5, gjyqtarët e Ramës, ja të t'jap lajm. Ju më kemi ta bënë që kemi ndosur. Emrat s'kanë rëndësi. Flaset jo. Gjyqtarët e Ramës, më i thuaj kush janë. Pra, ato të 5. Po lexoj pra se i ke atje për publik o vlogger. Sandri, Iliri, Fiona, Marsida dhe Mariana, ç'është ajo? Janë perceptohen dhe debatohen, janë të Ramës ata. Kurse Zaçaj është kryetarja që është përplasur publikisht, Betja është bashkëshortja e... Jo, ma jo e para njërë Sonila njërë. Po, personalitet. Është e vetë saj. Pastaj është dhe edhe bashkëshortja e kolegu ton, nuk ka nëzi dhe miku ton Betja. Por është vetëm Sonila, për mua. Po të them që si është trumbetuar në media. Pra është etiketuar si bashkëshortja ati që punon atje që është me doktorin.
Po jo, sepse jo, e të këtë ashtu sepse në fakt Sonilën është zgjedhur në atë post, nga presidenti asaj kohe, po. Tani, qofse do të marrim çfarë është diskutuar. Edhe po ky Gjenti Ibrahimi unë ç'di them, a është Kunati Mimi Kodeli? Po. Më fali sekond, ky normalisht duhet të ishte i Ramsit apo jo? Po pra. Tani, duhet të ishte i Ramsit. Tani, ata që janë të Ramsit po them. Ata që janë të Ramsit po them. O është realisht i Ramsit Gjenti Ibrahimi apo mos është ka ndryshuar dhe ky? Se mos ka, se shiko, është dinamik. Jeta është dinamik, vlla. Normale, është më mimi ministra jo. Për shembull. Po çan, ata që perceptoheshin si gjyqtar të Ramsit kanë votuar për Veliajin. Dhe ata që perceptoheshin si të doktorit kanë votuar kundër Veliajit. Po kupton? Po. Pra, ata që janë doktorit duhet ta shkarkonin Erion Veliajin sot. Se thonë ato që thotë Sebi. E kanë shpallur fajtor dhe duhet të shkojnë 7 pas më dhe. Ne jemi për parimin, thotë. Nuk mund të... Pra, ata mbrojnë parimin, vlla. Mbrojnë parimin, nuk mbrojnë Veliajin të rast. Le të jemi të vërtetë tani. Ore, dakord, po që është vendim edhe politik, është vendim edhe politik. Patjetër, pra. Dhe që është një precedent i mirë për mua, është një precedent i mirë për mua. Ka një kontekst politik. Vetëm diçka. Kontekst politik ja jep Rama dhe Flokë. Do ta mbyllim me gjë. Vetëm diçka. Dëgjoj, pavarësisht gjyqeve publike, pathosit edhe idejës që shumatorja e qytetarëve që dëgjojnë do bashkohen me ty me idenë kur dikush ose kalin gordo që duhet të hiqen patkojnë, unë mendoj këtë gjë, që në momentin që nuk ka një Po flet Marsidi le dion. Në momentin që nuk ka i vendim formës prerë, është një parim shumë i rëndësishëm i cili quhet parimi i prezumimit të pafajësisë. Dhe ky është parimi që na garanton që të gjithëve ne, që nëse dikush ka vullnet, autoritet, presion, mundoj ta fusin që të gjithëve brenda. Dhe deri në momentin që të ketë vendim formës prerë, kur ne njihemi me provat, diskutojmë dhe bëjmë debatin gjyqësor, bëhet shqyrtimi gjyqësor, merren ekspertët, prezumohemi të pafajshëm. Vetë prokurorët kanë një parim po ashtu të rëndësishëm që është po garanci e kësaj gjëje, që quhet parimi i objektivitetit, që prokurori kur ndërmerr një akuzë nuk niset vetëm me idenë që kjo vepër penale është e kryer dhe unë duhet ta faktoj. Por niset edhe nga e kundërta që mbase s'ka vepër penale. Sepse faktet dhe provat nuk kanë lidhje shkakësore. Ç'do thuash me të tani? Do të them këtë gjë që fakti që ne bëjmë se u ka vdekur politikisht, se ky është debati im midis meje dhe Sebastianit. Që unë thash që i është hapur rruga dhe tha madje lirove. Po, sepse nëse do lihen fuqi ky vendim, dhe gjykata kushtetuese do votonte pro, e diti që për shkak konventës europiane, drejtave të njeriut dhe për shkak të një tre parimi për një proces të rregull dhe ligjor, mund të rrezohet gjithë procesi? E di kush është loja më e madhe që kanë bërë më përpara prokurorët avokatët, e dëmtonin çështjen proceduralisht. E bëni me qëllim. Dhe çfarë ndodh? Kur dëmtohet çështja proceduralisht, dhe kthehet për shqyrtim, faktet dhe provat që janë mbledhur në gjykimin e parë bien gjitha. Kjo është Ilja. Kjo është Ilja. Kur do të shfutosh një njerëj, futja procedurës. Sa më shumë proceduralisht. E proceduralisht do e bëjmë dhe kryeministër atëherë. Kështu i bie. Unë jam avokat, dhe nisem pse ti tani. Populli është spektator. Këtë kam profesional, unë jam avokat dhe unë nisem gjithmonë nga parimi. Jo më ishe i qartë, ishe i qartë. Jam skeptik. S'mund ta bëj rolin e gjykatës. Po mund të bëhet ose a themi Berisha është për burg dhe ka qenë kryeminist. A themi Rama është për burg dhe themi është kryeminist. A themi Meta është për burg po ai ka qenë kryeminist. Pra gjithë kanë qenë për burg dhe janë bërë kryeministra. Atëherë Velia siç thua ti që është për burg, pse mund mos jetë kryeminist? Precedentët. Berisha është i pandehur, Meta është në burg, Rama duhet shkojë i pandehur. E beson këtë? Patjetër më. Okej, dakor. Por la vida continua. Takojmë nesër me